Përmes kësaj strategjie, parashihet arritja e këtyre objektiveve strategjike. E para është përmirësimi i cilësisë në shërbime sociale për persona me aftësi të kufizuara, draft strategjia për të drejtë të persona me aftësi të kufizuara 2025-2030, si dhe plani veprimit për të drejtë të persona me aftësi të kufizuara 2025-2027 karakterizohet nga qasja unifikuese dhe gjithëpërfshirëse. Është e shtrirë në të gjitha nivelet qeverisë, duke respektuar, mbrojtur e zbatuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, të garantuara me legjislacionin vendor dhe standardet ndërkombëtare e rajonale për të drejtat e njerëzit. Përmes kësaj strategjie, parashihet arritja e këtyre objektiveve strategjike. E para është përmirësimi i cilësisë në shërbime sociale për persona me aftësi të kufizuara. E dyta është avancimi i sistemit gjithëpërfshirës në arsimim dhe në ngritjen profesionale të persona me aftësi të kufizuara. Dhe e treta, përmirësimi i qasjes për persona me aftësi të kufizuara. Përmes kësaj procedure të regrutimit, synojmë të forcojmë mbikëqyrjen dhe të sigurojmë që standardet më të larta të kujdesit shëndetësor të respektohen në çdo institucion shëndetësor në Republikën e Kosovës pa dallim. Përmes këtij procesi, ne jo vetëm që po sigurojmë zbatimin e legjislacionit, por edhe rrisim besimin e qytetarëve në sistemin shëndetësor. Prandaj marr parasysh rëndësinë e këtij procesi, ju ftoj për aprovim. Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale është një institut kyç në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e tregut të barnëm, i cili ka ndikim të drejtë për drejtë në sigurinë dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Fuqizimi i pozitës së drejtorit ekzekutiv të këtij institucioni luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e rregullave, standardeve si dhe përmbushjen e objektivave të agjencisë. Komisioni për regrutim do të sigurojë që ky proces të zhvillohet në pajtim me legjislacionin në fuqi, duke respektuar parimet e transparencës, barazisë dhe konkurrencës. Faleminderit.